Të dashur qytetarë dhe qytetare, ishte një rast unik në jetën tuaj për të gjitha ata në jetën e atyre që ndoqen këtë seancë. Se si pan grupin e mëkatarëve të strukur, të përullur, gjerë në dhe, se si e pan avokatin e shpifur që u bë këtu një sistemi i cili po penalizon më shumë se cilin do tjetër qytetarin e thjeshtë. Ju, avokatrit e Dumanit, të kapurit peng të Edi Rams, nuk duhet harroni këtu, se për qytetar shqiptar që vetëm me çezin kanë humbur 630 milion euro fatura të certifikuar nga kompani ndërkombëtare për shkak të pazarit që Edi Rama ka bërë me kompanin Çez në një kohë kur arbitri ndërkombëtar i shkruante letre e i thoshte zoti kryeministër, mos bëj marrëveshje sepse qeveria shqiptare është në pozitën e fituesit. Por këto i mbulon Dumani dhe Dumanërët. Ai që pëson nga ky qëndrim i tyre dhe i tij është qytetari shqiptar, i cili pagohu si saqimet e kokës 400 milion euro për incinerator dhe s'kan namas një shansë sot. Dhe ai thot se kam hetim para prak pas kaq vitesh. Po s'mund të bëhet me i shpifur. Po çfarë hetimi para prak mor? Janë 400 milion që nuk ekzistojnë, janë 140 milion për djegësit e Tiranës që s'ka as gjurmë, që i kanë paguar njerëz të varfër. Dhe ai thot po vazhdoj hetim para prak. I mashtrues ordiner që del këtu dhe përpiqet të mbroj nga flakët e djegësave. Edi Ramën, krye arkitektët e tyre. A e dini o qytetar se për çfarë kush është dënuar për djegësit e Tiranës? Është dënuar Ben Ahmeta që ka kundërshtuar 5 herë. 5 herë, me shkrim. Dhe u dënuar sepse u gjetën pllakat e banjos. Do me thanë, 140 milion euro kushtonin sa pllakat e banjos të ish bashkëshortet sa Ben Ahmetaj. A e dini o qytetar, se të marras bashku këto bëjnë 1 miliard euro, se të marras bashku këto bëjnë 2 fishim pensionesh, se të marras bashku këto bëjnë 2 fishim rrogash. Nuk i ka vjedh Altin Dumani këto. Po Altin Dumani është bërë avokati vjedhjeve më të mëdha në historinë e këtij vendi. Ju flisni për hetime. A e dini ju që është 50 milion euro tuneli Llogaras, që është 120 milion euro gjobe e qytetarëve shqiptar për aeroportin e Vlorës që do të ta marrë tani Lubia me Edi Ramën. A bëjnë këto së bashku 210 milion? A e dini që s'mund të jetohet Edi Rama me 21 milion euro shpenzime udhëtimin 2 vite, se e mbron Altin Tropini. A e dini ju se nuk lejoj
krijimin e Komisionit Hetimor Parlamentar, sepse me avionin e tij, sipas burimeve, transportonte para narko-euro, ose transportonte drogë dhe nuk pranoi që të pastrohen nga hetimi. E mbron, a e dini ju se të gjitha këto janë shpenzime që rëndojnë mbi shpatullat e atyre që numërojnë kafshatën. A e mund vesh të dhanë në fundit të Eurostatit se 56% e shqiptarëve me zi mbyllin muaj, se parat i marrin lupit dhe qenka. A e dini apo jo? A e dini ju? Nuk kemi gjëne personale, do dalu të çështja personale me Dumanin. Edhe e kam shumë të fort, do dalë, po këte e kam për qytetartu. A e dini ju? Sa në vjedh me energjinë elektrike? Vetëm në një vit 300 milion euro me digat. Shiti digat verës të sekserët të tyre dhe blej energji me 300 euro në vjesht. Dhe këto avokat Dumani nuk jeton. Pra, a e dini ju se afera të mëdha ndërkombëtare, si që është Aruba, nuk kemi djeni. Antimafia italiane ka djeni. Prokuria belge dhe gjykata belge gjykon për dosjen. Kurse Dumani nuk ka djeni. Nuk ka djeni për skandalin ndërkombëtar me Gonigal, që merr dhe thot, ka 5 vjet që jeton, mashtron. Çfarë ka për të hetuar? Në vendimin e gjykatës Washingtonit emri Edi Rama citohet 13 herë. Citohet 13 herë, janë marrë parat prej tij. A e dini ju, qytetarë të dashur, se me Gonigalin ndërhyri Edi Rama për të hequr licencën një kompanie ruse dhe për t'ia dhënë një kompanie tjetër ruse. Po shqiptarët paguan 40 milion në arbitrazh. Po për Altin Troplinin, kjo nuk ka rëndësi. Se është Edi Rama, se është avokati privat i familjes Rama. A e dini ju? Nuk kemi gjëne. Por të pranosh dhe të mos hetosh takimin zyrtar të qeverisë. Me bost e karteleve të drogës. Po kjo është takimi me zi. As Maduro nuk ka bërë një takim të tillë. A e dini ju se qytetarët europian i vodhi 1.2 miliard euro Amand Josifi, djali i drejtoresë shërbimit civil. I mbrojturi i Olsi Ramës. Dhe pati pa përgjegjësinë e plotës, po përdor tema tjerë, të thotë jo, nuk e hetojmë ne atë. Ju kujtohet apo jo kur tha nuk hetojmë Amand Josifin? Po, të dashur jetar, ne kemi problem të madh personal me te. Dhe problemi im dhe i gjithë këtyre, i gjithë popullit opozitar është se ky është një armik i egër i votës lirë. Se në qoftë se Edi Rama është dhunues kryesor i votës lirë, ky është avokat i dhunimit. Dosjet ndërkombëtare të publikuara në gjithë mediat e botës i amnistoi. Në atë kohë kam deklaruar publikisht se është një armik i egër i opozicës. Dhe e garantoj se të tillë do e konsiderojmë deri ditën e fundit tonë. Aty flitej për Uluziu, flitej për Edi Ramën, për Pierinin, për të gjithë me radhë. Dhe që të gjithë janë s'kan kryer asgjë, sepse ja bën armikut opozicës. Dhe do e paraqisni atë ju këtu, bastard të Arben Rakipit. Po si mundet kjo? Prej tash, rria ty ti.
Risa i kam tunë për ty, i kam tani do i lezoj tu atu, do i lezoj. Zoti Berisha, kontrolloni fjalorin, gjuhën. Jo, i ke dha 1 minutë. Zoti Berisha, nuk lejohen këto... Dakor, mirë, po pritje se i ke dha në orës, shoh pak të time, jo, kam dhe 4 minuta e gjysëm. Dakor minutat, po është edhe gjuha parlamentare. Pra, a e dini ju që a i del, dhe mburët se unë i sekuestrova këtia po ati apartamentin. Po 400 milion euro e djeksave. A e dini ju që a vjen këtu dhe mburët? Se kemi sekuestruar 63 milion euro. Po vetëm Frad Shopja kishte 6 miliard morë. Po ku i gjeti parat Fatmir Tropini për t'i dhënë leje Edi Rama për 5 kulla dhe 12 ndërtime tjera në tokë publike? Kësaj është avokati më i shëmtuar i korrupsionit. Doni ju të dini tani, disa tregues sa i foli për tregues, nuk foli s'ku për lexonte në portal, ja u them unë ju. Indeksi i përgjithshëm i shtetit ligjor në vitin 2015 Shqipëria renditej 52 në botë. Në vitin 24 Shqipëria renditej 37 vende më poshtë apo në vendin 89 sipas World Justice Project. Treguesi i korrupsionit në vitin 2015 Shqipëria renditej e 78-ta. Në 2024 Shqipëria renditej 29 vende më poshtë apo 107-ta. Për ndërhyrjen e qeverisë për pavarësinë që flisni ju, në vitin 2015 Shqipëria renditej 52-ta. Në vitin 2024 Shqipëria renditej e 106-ta përkeqësim 100%. Në zbatim e ligjit, Shqipëria renditej në vitin 2015 në 86, pozicion 86, në vitin 2024 në pozicionin 114, 28 vende më poshtë. Në vitin të drejtat civile, Shqipëria renditej në vitin 2015 në vendin e 55, kurse renditet në vitin 2024 në vendin e 101, pra përkeqësim prej 46 vendeve. Për ndërhyrjen e qeverisë në drejtësinë penale, për drejtësinë penale, Shqipëria renditej në vitin 2015 në vendin e 46, renditet në vitin 2024 në vendin 92, 100% përkeqësim. Për ndërhyrjen e qeverisë në drejtësinë penale, tek skapistët, qeveria renditej në vitin 2015 e 62-ta, renditej për ndërhyrjen 62-ta, kurse në vitin 2024 renditet në vendin 106 apo 24 vende më keq. Së fundi, me qenë se jam bathi, edhe se ju u ka ndora i të gjithve, me Katar, po. Tani unë do të lezoj një qytetar, mesazhin e një qytetari për te. Doktor Birmrama, një burim nga prokuroria me informon sonte në lidhje me një çështje në proces hetimi. Altin Dumani ka bërë një ujdi për 5 milion euro në lidhje me dosjen e shtetasit Kreshnik Faruku, nga Maza, Durrës, mik bashkëpunëtor i Xhevdet Troplinit dhe Elvis Troplinit. Ky shtetas ka një procedim në shtetin italian për 3 episode, në Savona, në Gjenova, në Ancona, ku janë kapur sasi të mëdha kokaine. Për këtë fakt ka dhe procedim në shtetin italian dhe gjykata e Durrësit i ka vendosur mas sigurimi për ekstradim. Dëgjoni çfarë ndodh, qeshi. Më pas, Spaku pas 5 milionshit, ka filluar procedimin për të njëjtat fakte të ndodhura në shtetin italian dhe i vendos mas sigurimi. Në datën 11/5/2025, gjykata e lartë kundrejt një shume të lartë parash, ja heq masën e arrestit dhe le me detyrim paraqitje. Dumani
ka premtuar që t'i kaloj përgjegjësinë vllaut të tij, se bëni keni marrë vesh ju të burgosit me bedel, duke i manipuluar telefonatat e kriptuara dhe duke i atribuar vllait të tij. Shumë e ujdis do të konvertohet në gur të çmuar diamante. Personi ku investon të ardhurat Dumani është daja i bashortes Anton Pango, person me precedent penal. Së fundi, për edhe 30 sekonda s'dua më shumë, të lutem, jo më fal, 30 sekonda më duhen, sepse janë po. Erjona Daupaj do t'a çoj për sekuestrim, s'do t'i bëjnë der ballës, po e çoj për sekuestrim, komplikohet puna, se do ja marrin. Vladi, Toyota Yaris gjithmonë, mirë mbrëma o shoku, ku e pas kanë sjell? Ridovan Çela, ka këto ditë, po me pyet, do t'jetë prap balla, apo t'jesh ti, Vladi, okej, se flasun, për por të na tregoj mënyrën si do e mbyll për ballën e ka fjalën. Zoti Berisha ka mbaruar kohën. E fundit ja ka 3 sekonda kam. Po. Ridvan Çela nga Tao dhe thot se i ka në rregull letrat. Dëgjojeni pak se ju drejtona ju, Daupaj kishte të drejtë ajo bundra. Hajde, ajo është shoqja e tij. Jo bashkëshortja, po mos ta them emrin këtu, Ju lutem zoti Berisha. Se ja them emrin, di kush është ajo. Po s'do ta ashu. Kishte të drejtë thot Erjona, që është e hunit e elitarit, ajo që është delinkuente këtu, i thot asaj, kishte të drejtë ajo bundra. E jo them kush është, po. Nuk duaj toleruar që në fillim, aty ku do shkoj ai do t'ja djegin letrat me benzinë. Ridvan Çela, se bundra luan edhe me taon. Bundra, din vetë kush është. Okej, faleminderit zoti Berisha, fjalën e ka kërkuar ministri Gogu. Ministri Gogu, keni fjalën.